Virgje Resha. Historiani, tregimtari dhe novelisti amerikan Gob McGulloch, i shenjës Virgje Reshës, ka shkruar një libër të titulluar Dita e Madhe, në të cilën tregon historinë e artistëve të rinj e ambiciozë amerikan që janë transferuar në Paris në periudhën 1830 deri në vitin 1900. Emigronin se në vitet 800 në Amerikë nuk kishte shkolla arti, nuk kishte muze, nuk kishte asgjë që kishte të bënte me artin. Në javët e vazhdim, të dashura Virgje Resha apo Virgje Rusha, duhet të merrni në konsiderat idenë që të zgjeroni horizontin e mundësive tuaja. Ndërkohë që do të kërkoni burimet dhe mundësitë e duhura për të realizuar ëndrat apo projektet tuaja, përgatituni edhe për të kapërcyer figurativisht oqeanin si ata të rinjt amerikan dhe mos u frenoni sepse ajo që po kërkoni nuk është aq e kollajt dhe nuk është aq afër. Nga e thëna, në të bërë është në mes një deti tërë ose një oqeani tërë.